beso ma tepër është në letër e shkruar, aktivitetet për fat të keq nuk zbatohen. Është një eksperiment që po ndodh këtu në Maqedoni, nëse nxënësit duhet të kenë gjithë përfshirje ose jo. Si e shihni ju, profesor, këtë? Pasi mendoj që ishte pak si ngutshëm si vendim, për shkak se ne nuk kishim profesor të përgatitur për këtë gjë, të trajnuar për këtë gjë, nëse është më ndryshe ju e dini më mirë. Arsimi është, do të thotë, arsimi gjithë përfshirës, inkluziv, do të thotë. Edhe pikrisht edhe ligjet edhe rregullorët janë, do të thotë, të tilla që bazohen, do të thotë, në konventa ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Pikrisht shkollat janë ata që secili do t'i mundsojnë qasje të ketë në shkollë. Mirë po, sa jemi të përgatitur, sa janë shkollat të përgatitur, edhe mësimdhënësit me kompetenca të tilla që të kenë mësim ta përshtatin mësimdhënien konform kërkesave të fëmijëve. Kërkesat janë të nivelit të ndryshëm. Do të thotë, shife, jo çdo nxënës do të thotë ka mundësi t'i përballoj sfidat, problemet që i ka në shkollë. Pikrisht, angazhimi është, do të thotë, tash në shkollat në Maqedoni ka dikun mbi 800, do të thotë, asistent arsimor, të cilat punojnë me nxënës të cilët janë me aftësi të kufizuara. Dhe mësimdhënësit dhe ekipet inkluzive shkollore përgatitin plane individuale arsimore, për që edhe plane të modifikuara të cilat kanë të bëjnë me kërkesat. Mirë po, beso ma tepër është në letër e shkruar, aktivitetet për fat të keq nuk zbatohen. Mendon që po bëjmë dëm në përgjithësi? Apo i ndihmojmë këta fëmijë që i kemi detyruar në një forme të kyçe në rreth me ne? Po, ndihma është, ka ndihmë, mirë po më vjen keq kur ndonjëherë shikon atë ku fat të kemi më shumë, që të punsojmë më shumë, kemi punë ne, angazhime profesionale. Kjo është për fat keqja e keqja. Po të ndihmosh një fëmijë, një familje të cilët ka një person me aftësi të kufizuara, është një krah, një përkrahje shumë e madhe.